Dakor, ju keni këto 3 çështje kyçe që nisin me reformën e arsim edhe krijimi i komunave bosnjake. Dhe për këtë, zonja Balje, jeni shprehur që janë kërkesa të vazhdueshme, se ju tha që jeni në mandatin tuaj, pra siguruat mandatin tuaj të 4, minimalisht 16 vite në pjesë e politikës. Po kaq vite ka që nuk plotësohen si kërkesa apo si çështje prioritare për komunitetin tuaj? Në fakt, na kemi bisedu për këto me secili kryeministër, domethënë pas luftës deri sot, edhe asnjë kryeministër nuk ka thonë jo, por asnjë kryeministër nuk ka marrë ndaj hapa konkrete. Por unë mendoj se tash vërtet është kohë, sepse na si bosnjak na kemi vërtetu se jemi shumë pro shteti Kosovës, domethënë kemi qenë edhe na jemi autohton në Kosovë, kemi qenë para luftës, në koha e luftës kemi jap kontribut, pas luftës, domethënë kemi qenë pjesa e secili procesi formimi i shtetit Kosovës, domethënë asnjëherë nuk kemi votu najsen kundër Kosovës, domethënë unë mendoj se Kosovë ka, domethënë borxh ndaj neve, sepse në fakt edhe na jemi komuniteti tret, domethënë me numri e popullsisë në Kosovë, janë shqiptar, janë serb, edhe masa ne jemi na. Për shkak serbët kanë popullsisë në Kosovë, na jemi i dyti. Unë konsideroj se është shumë rëndësishëm për neve, sepse na po dojmë me jap alon më e madh kontribut për Kosovë, është çështje niveli lokal, domethënë po du me respektu ligjin, po du domethënë me hap mundësi, me me formu një grup ekspertave, me dalë në teren, me këqura jemi të plotësu kushtat taksative që janë në ligj. Nëse jemi të plotësu kushtat, unë veç po du me respektu ligjin kur gjo ma shumë edhe ma pak. Edhe unë nuk e besoj se ka me qenë problem për zotri Albin Kurti. Nëse plotëson kushtat cili unë e kam, zotri Albin Kurti ka votat teme për formimi që është matematika mrenda e sallës e kuvendit, pa me bo marrëveshje me një grup komuniteti, domethënë shqiptar, me deputeti shqiptar, edhe me neve 10 nuk është mjaftueshme për me formu qeveri. E kuptoj, Duda Balje shpreson apo pretendon më pas edhe një post të mirë në qeverin Kurti 3? Une kam shpresa e madh se ka me përkrah, domethënë krejt kërkesat që na si bosnjak kemi, edhe na veç kena me vazhdu, domethënë bashkëpunim me zotri Kurti që kemi pas deri sot. E kuptoj. Kujt i beson më shumë Duda Balje pas 4 mandatesh, pra gati 4 mandate në Parlamentin e Kosovës, kujt i beson më shumë? Se ju thatë pak më parë që jemi të hapur që t'i bashkojmë votat, edhe nëse ndonjë nga liderët e opozitës nesër merr të drejtën për të merr mandatin për të formuar qeverinë e re. Kujt i besoni më shumë? I besoni Albin Kurtit, që nis një mandat të tretë qeverisës, apo liderëve të opozitës që ndoshta mund të jenë e parë që testohen në qeveri, jo si parti, por si lider? Une kam pas këtë fat në karriera politike se në kam bashkëpunu me 4 ose praktikisht me 5 kryeministrat për partia ndryshme, dhe secili prej këto, domethënë kryeministrat ka pas një strategji pak më na si të tjerët, domethënë kemi fuqia veçantë brenda kuvendit, edhe për neve është shumë rëndësishëm na mos me qenë në opozitë, sepse jemi E tentojmë edhe njerë lidhjen me deputeten Balje. Po flasim për mundësit që Albin Kurti ka për të formuar qeverinë e re, me cilave është diskutuar shumë edhe mundësia që partit e komuniteteve jo serbe t'i bashkohen në qeveri, të paktën duke i dhënë numra, duke i besuar me numra, dhe zonja Balje, sekretare e Unionit Social-Demokrat, deputete nga komuniteti bosnjak, thotë që janë disa kushte të cilat pavarësisht se i zotuar nga ana e qeverive të ndryshme për gjatë viteve të fundit, nga të gjithë ka marrë zotimin se do të plotësohen, por askush nuk e ka çuar deri në fund.